Të njëjtat të nderuar teleshikues, kemi dalë bashkërisht me grupin e xhirimit të emisionit Vëzhgime historike dhe arkeologjike, këtu në periferitë të qytetit Fierit, në Bishanak, emër ky mjaft i njohur, veçanërisht nga romani i famshëm i shkrimtarit ton të madh Jakov Nxoza, Lumi i vdekur. Kemi ardhur siç tham bashkërisht me historianin Ilirian Gjika. Përshëndetje të nderuar teleshikues. Dhe me operatorin ton, Nuri Korita. Atëherë, vërtet është një emër interesant, ndoshta ne nuk do të kërkojmë etimologjinë e Bishanakës, nuk kam në një koncept, nuk kam në një mendim të caktuar, por gjithsesi është një pikë e rëndësishme e qytetit Fierit që lidhet gjithashtu me vëzhgimet që ne bëjmë në kuadër të historisë të Mishdeqes, të Laberisë së Vlorës, të Beratit, të Lushnjës, të Mallakastrës, e ndoshta me gjithë deri në Tepelen, në të gjithë rajonit. Prandaj do doja Ilir nga ty të na thoshe shkurt para kamerës edhe për teleshikuesin se ç'përfaqëson Bishanaka në periferitë të qytetit Fierit. Dhe sidomos çka përfaqësuar në vitet e mëparshme të shekullit të kaluar, të shekullit 20 bëjmë fjalë, dhe kryesisht aty do të përqendrohemi se ky është edhe misioni i emisionit ton të përbashkët. Unë fillimisht, profesor Maku, do t'i referohesha fëmirisë time. Dikur në fëmirinë e ershme dhe unë e kam ndeshur për herë të parë emrin Bishanak. Ne e përdorim në formën Bishanak, por forma origjinale se emri i saj është Bishtanaka. Po të shohim etimologjinë e emrit, Bisht do thotë flet vet. Ndoshta Naka ishte dikush që kishte shtëpinë në këtë lagje periferike të Fierit, sepse dim që nga historia kemi 5 lagje të vjetra të qytetit Fierit, që është lagja Shkoz, lagja e Kishës, lagja Belik, lagja Pasha dhe Bishtanaka. Pra, unë mendoj se emri, duke gjykuar nga etimologjia, duke gjykuar gjithmonë a priori, në mungesë të dokumentave, mendoj se emri ka rrjedhur nga termi bisht i qytetit, ku mund ndodhej dhe shtëpia e Nakës, ose që mund të jetë shkurtimi i antroponimit ndoshta dhe Janaq, sepse popullsia e vjetër e Fierit është popullsia, këtu mund të bëjmë ndarje, por voskopojare dhe myzeqare, e cila ishte e besimit ortodoks, dhe mund të ketë lindur ky term. Naka mund të ketë pas, ndoshta mund të ketë qenë edhe një shërbyes i hanit të famshëm, për cilën do ndalim më vonë, por mund të ketë qenë dhe dikushi që ka pasur një sipërmarrje, një tregti të vogla, mund të ketë pasur arat e tij, sepse përgjithsisht rajoni i Fierit ka qenë rajon bujqësor. Pra termi i vërtet është Bishtanaka. Por Bishtanaka e Mirfilt, si lagje e Fierit, nuk shtrihej këtu ku jemi ne. Ajo shtrihej fillnisë atje ku sot është shkolla Pinallopi Piro, dhe vazhdonte deri aty ku sot është lapidari i Bishtanakës, ose rotondoja ku ndahet rruga Skënderbeu, unaza e re e Fierit, me rrugën që futesh për në qytet në kufirin e lagjes Liri. Ndërsa më vonë pastaj Bishtanakan, siç e nisa dhe referimin tim, ne kemi njohur si lagje periferike të qytetit. Dhe kështu ne me kamerën tonë sot në këtë paradite të ngrohtë dimri, pavarësisht se në literaturën gjeografike bijem në kontradikt, sepse ne themi që dimri tek ne është stina më e ftohtë, kemi dalë këtu në arterien hekurutore, në kufirin jugor verior të qytetit të Fierit, në lagjen veriore të tij në Bishtanak. Bishtanaka është dhe lagja më veriore e Fierit. Dhe nëse do të bëjmë pak gjeografi, kjo është rruga kryesore, e cila del ke lapidari i famshëm i Bishtanakës, ose ke rotondua, ku kryqëzohet rruga që vjen nga ura e sheqit dhe futet në qytet me rrugën Skënderbeu me unazën e re. Pra,
Ky është kufiri i sotëm i qytetit, kufiri verior i qytetit Fierit. Pra ndodhemi në ekstremin e tij verior. Siç do ta fokusoj dhe operatori ynë Nuri Korita, ne jemi në arterien hekurudhore. Ne përdorim akoma termin shinat e trenit. Termi shinë është term që vjen nga serbo-kroatishtja, sepse hekurudhat kur u ndërtuan për herë të parë në Shqipërinë, trasen e parë hekurudhore kemi trashëguar nga italianët. Trase e parë hekurudhore ka filluar në 1940 në Kavaj dhe përfundoi në Labinot, por zhvillimi i luftës nuk bëri që hekurudhat përfundonte dhe pastaj mbi këtë trase u ndërtuan dhe hekurudhat e para. Peqin Elbasan, Durrës Peqin e kështu me radhë, por këto u ndërtuan në kohën e miqësisë shqiptaro-jugoslave në vitet 1945-1949 dhe pikërisht trarët e hekurt u sollën për herë të parë nga Jugoslavia në Shqipëri dhe pikërisht ky term teknik shina vjen nga serbo-kroatishtja. Juve jeni dëshmitari atyre viteve. Trase hekurudhore në Fier është ndërtuar në vitin 1969. 67-69 është ndërtimi i hekurudhës Rogozhin Fier. Madje më kujtohet edhe data, ka qenë 12 tetor i vitit 69 kur bërë perurimi, inaugurimi i... Duhet të ndalem pak saktu se për një qytet është e rëndësishme lidhja me arterien hekurudhore, sepse në qoftë se një qytet lidhet me arterien hekurudhore, për atë fillon edhe është fillimi i revolucionit industrial të atij qyteti. Dhe Fieri, duke u lidhur me arterien hekurudhore në vitin 1969, në Fier filloi dhe revolucioni industrial, sepse filloi funksionimi i një sër uzinash të fuqishme, siç ishin uzina e nitrat amonit, që u quaj dikur Gogonushi, rafineria e Fierit, ose uzina e përpunimit të naftës, u vu në funksionim teci i Fierit në 1967, termocentrali që ka qenë një nga termocentralet, sot është i ndalur termocentralet më të mëdhenj të kohës në Shqipëri, dhe filluan dhe komplekset e tjera industriale, ku Fieri u shndërua në një qendër të rëndësishme industriale të Shqipërisë. Le të marrim si pikë referimi në këtë pozicion ku ndodhemi dhe pikërisht antenën e televizionit tonë rajonor Apollon. Dhe le të hapemi për të treguar vetë shtririn e hapësirës në radhë të parë, të fushës e Mizekjes, edhe pozicionin e lagjes që tham Bishtanak. Juve vendosët si pikë referimi... Po, pikërisht antenën. Antenën e Apollonit, dhe antena e Apollonit është pikërisht në kodrën e Mbrostarit. Atje ku ndodhen dhe 3 urat e famshme, ndodhet ura e zez, ose ura metalike, e ndërtuar në 1936, që i përket rrugës automobilistike, rrugës së vjetër. Ura e ndërtuar në 1969, që është ura hekurudhore. Dhe ura që u ndërtuar në fillim të viteve 1980, që i përkiste rrugës ose devijimit të rrugës së re automobilistike, dhe që sot është arteria kryesore e komunikimit të Fierit me pjesë të tjera të Shqipërisë, por dhe të jugut të Shqipërisë me qendrën e vendit. Pasi Fieri lindi u zhvillua dhe i atribon pikërisht këtë zhvillim të sotëm, qenies së tij si pikë e rëndësishme e transporti në këtë pjesë të rajonit perëndimor të Shqipërisë. Ka një pozicion kyç tranzit ku çdo gjë, gjithçka do të lëviz drejt të Shqipërisë së jugut, pikërisht përmes Fierit. Ndoshta e favorizon edhe relievi, kjo ka sjellë edhe specifikat e qytetit tonë të Fierit, por për të vazhduar me pyetjen tuaj, po për një le të hapemi këtu. Për një lokacion gjeografik, pra kodra ku shihofim selvit është kodra e Mbrostarit, ku ndodhen edhe 3 urat. Mëtej vazhdon vargu Mbrostar, Petov, Libofsh, ku shohim në pjesën më të ngritur, në veri, edhe selvit dhe këmbanaren e manastirit të Ardenicës. Manastirit ku rozhuar heroi kombëtar Gjergj Kastrioti në altar me bashorten e tij Donikën. Thellë shohim kodrat e Divjakës, të cilat ne kemi ndriçuar në emisionin që zhvilluam për Divjakën.
Fare pranë kemi lumin Gjanica, të cilin pas disa minutash, pasi të mbarojmë me këtë përshkrim të mjedisit geografik, propozoj të marrim disa pamje dhe të shohim diçka prej tij. Këtu pranë kemi aty ku do t'i lutesh Anoriu të fokusoj atë korien e pemëve. Aty kemi pikërisht grykderdhjen e lumit Gjanica në lumin Seman, që është një dukuri gjeografike e qytetit tonë, por që asnjë nga prej kamerave të televizioneve që operojnë në Fier, as edhe ne në emisionin nuk e kemi vizatur dhe na del si detyrë që në një emision të ardhshëm. Këtu pranë, ku kemi selvite e tjera, kemi fshatin Grecalli, shtëpit që duken janë të fshatit Daullas. Vazhdojmë mëtej. Këtu pranë kemi një nga degët e kanalit Vjos Levan Fier, i cili përfundon këtu, ku dikur ndodheshin pikërisht, po them, kjo sipërfaqe toke i përkise ish ndërmarrjes pyjore Fier. Vazhdojmë me fshatin me Çeligradin si lagje të Mbrostarit. Dhe mëtej, kamera të çon drejt Kurizit Kodrinor, Vadhiz, Radostin, Kryegjat. Dhe pastaj, fare mirë mund të fokusosh pallatet, shtëpit e qytetit tonë të Fierit. Pikërisht ky peizazh urban ka nisur prej shekujsh, prej vitesh të ndryshoj, derisa e gjejmë në këtë formë, ku edhe termi, siç e tham pak më parë në fillim të emisionit tonë, Bishtanak, toponimi është zhvendosur nga jugut drejt veriut. Dhe deri më sot në njohim si, duke vizatuar dhe me kamerën tonë hekurudhën, shohim që pikërisht në këtë pjesë verior të qytetit tonë, njohim se vijë të verë të qytetit pikërisht arterien hekurudhore. Pavarësisht se në disa pjesë të veçanta, si në veri perëndim dhe në perëndim të qytetit, zhvendosja dhe lagjet të tjera të qytetit e lënë brenda pikërisht arterien hekurudhore. Brenda vijës verdh. Tu zëm në gojë pikërisht lumin ton Gjanica. Dhe lagja si tush kufizohet në pjesën lindore, me pikërisht një tjetër lagje të vjetër. Ajo nuk konsideroj dikur e Fierit, por konsideroj fshat, dhe sot është një lagje jashtme e Fierit që është sheq i madh, të cilat i ndanë si vijë demarkacioni i lumit Gjanica. Atëre shikojmë neve pikërisht si lagje në buzë të lumit. Jo vetëm për këtë, po kemi edhe një urë, të cilën nuk e kemi në një emision tonin të kaluar, që e kemi kushtuar urave, nuk e kemi parë me pamje nga Bishanaka. Prandaj propozoj që të shkojmë drejt urës dhe kufirin darës midis Bishanakës dhe sheqit. Do thoshe që ky në një farë mënyrë është një peizazh pagan. Mbasi kështu mund ta përfitojmë edhe para 100 vjetësh prej ashtu plerat. Mbasi unë vetë personalisht e kam përfituar Gjanicën dikur, në rast se do të jo nga kështu të bëj si lana pikërisht, që në të dy brigjet sa po futet në qytet, për shembull siç kemi kompleksin Apollon. Juve kur keni qenë në moshën e Olsit e Brezëdërie keni menduar që ky peizazh i virgjër, ky peizazh natyror, një ditë në ndikimin e ekologjisë urbane do të bëj si skarpatet e lanës. Pikërisht. Dhe sot ju po i thoni Olsit që jeni i zgënjur që gjatë jetës tuaj. Jo, ndoshta Olsi edhe Brezi që vjen, sigurisht do ta shoqërojnë Shqipërinë në Bashkimin Evropian me ndryshime shumë më të mëdha se sa një ëndër e tillë. Apo jo, Derosh? Ashtu është e vërtet. Po, ti je biri i kësaj lagjeje. Po.
Çfarë përfaqëson për ty, të paktën si vend lindje, Bishtanaka? Është vendi ku kam kaluar fëmijërinë, jam rritur edhe është vend lindje. Këtu ke shok, këtu... Po. Si thuash që nga Bishtanaka je nisur në jetë? Po, është vërtet. Atëre... Atë dheu fillon te koborri i shtëpisë sime. Por ju më zgjuat një mendim se e shkëputa diçka Olsin. Më zgjuat mendimin e bregut natyror të Gjanicës dhe për pak gjeografi kështu po themi krahinore ose ndërqytetëse, mua po më pëlqen kjo pamje dhe po u afrojmë të pamje shumë ndër qytetarëve tanë të cilët nuk kanë qenë në këtë pikë, po shoh që dhe bimësia është tamam, po futem dhe unë imagjinat siç ka qenë dikur Kallama. Atje ke bregu, kemi marina, në mos gaboj profesor. Pikërisht marina kam. Kemi sheq i cili rritet pikërisht buz lumit sepse do lagështi dhe nga ka lindur dhe toponimi sheq. Ne kemi interesant, jemi i vetmi qytet që kemi dy lagje që kanë lindur si vendbanime, të dyja në brigje të Gjanicës, që i ndajnë rreth disa qindra metra larg nga njëra tjetra dhe që nga madhësia e shtëpive dhe familjeve, nga numri i familjeve, dikur i kemi ndarë sheq i madh, i cili kishte më shumë shtëpi si vendbanim dhe sheq i vogël, dhe sot i kemi të dyja lagje të qytetit tonë. Kemi dhe një lagje të tretë, Shkozën. Nga rajoni jon i Fierit, vetë emri Fier dhe vetë lagjet e tij të sotme mbizotrojnë emrat me origjinë bimore. Sheq i madh, sheq i vogël, Shkoza, ashtu si dhe vetë Fieri. Ashtu si dhe vetë Fieri. Pavarësisht teorisë që vjen nga Fiera Panair. Megjithëse na pëlqen që e kemi thënë që ta miklojmë atë sedrën ton, por që kjo tezë në një Shqipëri të shekullit të 19. Nuk mund të imagjinoj. Të bëhesh një panaire, të vini nga Italia, edhe për të marrë lop kur mund të merrin në Seman, e kemi thënë, nëse le të jetë teoria, s'ka gjë. Megjithatë, si teori alternative është një teori vërtet që të intrigon. Këtu shohim dhe zhurmën e ujit, tregon që edhe pjerësia është shumë e madhe. Këtu dhe ujërat e Gjanicës menjëherë kalojnë për drejt Grykderdhjes, e cila është 500 metra në veri të pikës ku ndodhemi ne tashmë dhe ku po ndërtojmë këtë bisedë. Këtu duket më qartë Gjanica dhe tregon që Fieri është një vendbanim i ngritur 11, 12, 13 deri në 18 metra mbi nivelin e detit. Pra uji na tregon dhe pjersin që ka fusha në këtë pjesë në veri të qytetit tonë, që ulet drejt veriu derisa arrin një kuotë minimale tek shtrati i lumit Seman, që ndodhet tash 500 metra më tej në rrëz të Kodrës së Mbrostarit, që duket ku derdhet dhe lumi Gjanica, të cilit i duhet kushtuar vëmendje nga ana jon dhe them se duke patur e mirë kuptimin tuaj, do t'i kushtojmë një emision pikërisht atje ku ku bashkohet Gjanica me projnë e Metohut dhe krijojnë lumin e Gjanicës 42 kilometra të gjatë, i cili vijon nga Mallakastra e sipërme dhe derdhet pikërisht në veri të qytetit ton të Fierit. Megjithatë, unë këtu isha para se ta mbyllësh këtë pikë lirë, isha duke kërkuar me sy vinë e ngjalës, nuk po orientojmë dot, mbasi dhe ajo ishte si thua si një deg e vogël e lumit. Vinë e ngjalës e kemi pak më tej, dhe them se do të takoj pikërisht emisionit të ardhshëm për Gjanicën. Për lumin Gjanica, po. Propozoj që të mos shkëputim vëmendjen nga Bishtanaka, të futemi në të dhe të analizojmë pikërisht historikun që na sjell shkrimtari i shquar i letërsisë shqiptare, por dhe shkrimtari i shquar i qytetit tonë Jakov Xoxa, se si
ka ekzistuar dikur hani i Bishtanakës, kur i ka fillimet kjo lagje dhe Më falë që po të ndërpres. të ndërtojmë një fizionomi të plotë të saj. Po shoh kallamat dhe doja që kamera Nuriut na fokusoj pikërisht te kallamat që kemi për parasyve dhe ti pak më parë ishe duke më treguar se çfarë shkruan kyç në kapitujt e parë të romanit shkrimtari ynë i madh. Tek Lumi i vdekur, Jakov Xoxa i kushton në faqen 14 tek vëllimi i parë i tij i vitit 1965, i cili në konkursin kombëtar të 20 vjetorit të çlirimit, siç zhvilloheshin pikërisht këto zhvillime kulturore në atë periudhë, fitoi çmimin e parë. Dhe pikërisht në faqen 14, Jakov Xoxa thot: "Ah, këta kallamat e uruar të myzeqes. Për çfarë nuk hyn në punë këta? Do gur dhe gur zgjen. Gur të bëhen ata, lyer me atë faqezën e baltës që din t'u heqin aq mirë përsipër duart e shkathat myzeqarkave, shpërveshur e zhytur gjë në bryl në baltën e bekuar, gatuar me fije bari, sikur të pas kishin marrë ndonjë ndorje nga dallëndyshet. A do drasti, thot, drasti gjenden ata. A do purteka? Edhe purtekat kthehen ata për të thurur gjerë dhe lesa. Le pastaj, thot, pashkve të mëdha. Cili çunak nuk i ka pjell pula kësaj dite një vezë, të kuqet, fort gur, sajuar nga rrënjët e kallamit. Ai që thot jo, gënjen që është myzeqar. Ashtu siç do të gënjente po thoshte se nuk e ka përdorur kur kallamin për të vjedhur rush atje në Pjergull, ma i vidhja kavaku, ashtu siç do të gënjente, këtu po ndalem, një element shumë i bukur, edhe letrar dhe erotik, ashtu siç do të gënjente, thot vajza myzeqark, po të ngulte këmbë se nuk është fshehur ndonjë natë me hën në përqethet e tyre." Shumë skenë vërtet e bukur. Edhe ata që janë të moshuar i sillin në përmend kallamat si një bukuri, por edhe si një lëndë e rëndësishme, ta them, gati drusore për të kryer disa vetëm të vjetrit, se të rinjt nuk e njohin këtë përdorim universal të kallamit. Të kallamit, siç po i referohem Olsit, që e kishim përpara kamerës diçka më parë kur ndërtuam këtë bisedë këtu në një nga urat e qytetit ton, urës e kurudhore që ndodhet mbi lumin Gjanica. Dhe me që kujtuam veprën e madhe të Jakov Xoxës, Lumi i vdekur, themi për ata të lishkues që nuk e din se mbi motivet e saj është shfaqur një dramatizim në teatrin kombëtar me korifejt e asaj kohe, që u prit mirë, si dhe u ndërtua më pas një balet. Le të ndjekim një fragment nga ky balet, skenën e dy heronjve kryesor, Adilit dhe Vitës. Propozoj profesor Maku që të vijojmë drejt Bishanakës. Të nderuar teleshikues, këtu jemi tek një rotondo e vogël. Është një shesh i lidhjes pa emër. Në mos gaboj sheshi pa emër është, Kemi rrugën Skënderbeu, ose Unazën e Re, rrugën e hyrjes në qytet të cilën nuk e mbaj mend emrin, është ura e Sheqit, tek e cila kanë filluar dhe punimet e zgjerimit, që e lidh me Unazën e jashtme të Fierit dhe me rrugën Teodor Muzaka, e cila është rruga që të çon drejt urës Semanit ose hyrja veriore e qytetit ton të Fierit. Po me që Këshilli i Bashkisë Pardje, ose më saktë në datën 2 dhjetor, rishikoi edhe një herë emërtimet e rrugëve. Le t'ja kujtojmë që ose na ndjek që këtu mund të vjesh një emër i një figure të shquar të qytetit që mund ta meritonte një shesh në hyrje të qytetit të Fierit. Unë do të propozoja që ti referohemi historisë të kaluarës së këtij qyteti për të vendosur gjithmonë, jo në të gjitha rastet, por në shumicën, me parafërsi në shumicën e rasteve konkrete, emra tipik të traditës së këtij qyteti.
Unë do të propozoja që në qoftë se ky shesh, këtij sheshi nuk është vendosur akoma emri, do të propozoja që të vendosë emri Hani Bishtanakës. Shumë e bukur. Do t'i shpjegoj arsyet. Në faqen 24 të librit të tij, Jakov Xoxa thot karvani i qerreve të familjes Pilo Shpiragut qëndroi përpara Hanit të Bishtanakës. Dhe vazhdon. Hanin e Bishtanakës e kishin ngritur këtu e 14 më parë 3 shok fjerak, posat kthyer nga Amerika. Pra flet edhe për emigracionin e të gjithë tregtarëve dhe industrialistëve të Fierit në vitet 20-30, të gjithë ata që u shndruan në tregtarë dhe industrialist, kapitalin fillestar e kishin mbledhur pikërisht nga emigracioni në Amerikë. Ata nuk hapnin dot një hotel me 5 yje dhe pikërisht hapën një han. Pas zbritur mirë nga anija që i nxorrin në Durrësot, ata bluan e për bluan të ngrinin në mes të Myzeqes një fermë derrash si nga ato në Amerikë dhe Hanin e Bishtanakës. Por Hani i Bishtanakës nuk i përket viteve 1900. Burimet tona na çojnë pak më herët dhe për këtë ne do të shkojmë ke një nga banorët e vjetër të kësaj lagje, tek Xhallaqi, të cilin do ta vizitojmë në ambientin e tij familjar, por përpara se të shkojmë atje, dua të them që pikërisht na del dhe një element i rëndësishëm. Në atë motë, thot Bashkia e Fierit, thot Jakov Xoxa, flitet për 1924, me urdhër të qeverisë Fanolit, nxori tella dhe urdhëroi që pazari i qytetit mos bëj pas kësaj në magazit e Belerve, pra në tregun e vjetër të qytetit, po në Bishtanak, në Tok Belik dhe lëshoj lejet për ngritjen e dyqaneve dhe tregun e ri. Pra vijimi i lagjes së re e liri ka nisur pikërisht në Bishtanak, ku nisi në vitet 20 të zhvilloi dhe tregu i gjasë gjallë, pra i baktive. Pasi Fieri nuk është vetëm rajon bujqësor i rëndësishëm, por është dhe rajon i rëndësishëm blektoral. Rreth një trapeze të thjeshtë, familjare, ndodhemi në shtëpinë e Vllaqit Çukos, një nga banorët e vjetër të Bishtanakës, dhe do të dëshironim që nëpërmjet bisedës me Xhallaqin të mund të fokusonim diçka nga banorët e hershëm, këtu e 50 apo më shumë vjet më parë, të kësaj lagje sot që atëherë përfitoi si një fshat, të dim për jetën, për zakonet, traditat, myzeqare në tërësi, por edhe si tush të fokusora lokale të komunitetit. Tashi, gjatë bisedës sigurisht duke patur aq më tepër historianin Gjiga në mes, do të përpiqemi të shtrihemi dhe në jetën politiko-sociale të kohës, cila ka qenë ajo, konflikte, që të mira, që të këqija ka pasur, e të tjerë. Por së pari, po... Të bëja një sqarim, qëllimi finali i kësaj bisede do t'ishte evidentimi i gjurmëve më të vjetra të Bishtanakës si vendbanim dhe i Hanit të vjetër saj. Nëse deri tash është krijuar ideja që Hani është ngritur në vitet 1900, Xhallaqi do të na dëshmoj për historinë e familjes së tij, e cila ka lidhje me këtë Han, se Hani përket viteve 1870. Gjyshi jon ka qenë në Lëbofsh. Ai ishte njeri pa njeri. I vdiqën prindë atje, ndejnë të fisi tije, u rrit po do në punon, se s'kishin shifukarejmë para, s'kishin të ara. Edhe unë listë për darën në Kasaba. Në qytet, Kasaba i thoshin për para. Takon me Hanxhin, atje të Hani, të djalkuve dhe unë kam dalë për punë, të punojnë, mos gjenje për qana i dru, Pra gjyshi juaj erdhi këtu ke Hani Bishtanakës. Të Hani Bishtanakës. Bishtanak i thoshin Hani, Bishtanak, tash i thonë Bishtanak. Bishtanak, pra emri original, ashtu siç bisedon me profesor Maku më parë, është Bishtanak. Bishtanak funeral. Ishte po mirë. E pa e shikoj djali mirë, paraqiqën, tha, do vishte kun, do rishte kun, tha të punoq. I Zoti Hanit. Zoti Hanit. Person. Dakor po dhe im për do punosh këtu, do marrësh tatime aty himenive këtyre,
taksin, që të vinë këta, vinë për para lartë që bëhesh pazari ditën e martë. Ditën e martë në Bishanak. Ditën e martë bëhesh pazari, vinë ata pazarit, fuqin në anë, futin kafshët, edhe staroshi vetë nizin një zjarë atje, dhe që mirë të parat takset, edhe ngrisim jesta i hipë e parat që, hanëgjiu. E mbo aty u rrit, që gjyshi, se sa vati duke di, i tha djallë të potita një beqarë, që do i më thej, ku do vete, janë pa shpi, pa njeri. Dhe martohë është ta, martohë, më bëmë s'kam shpi, tha, që martohë më thej, do të bëjnë një shpi, tha, se ke punuar këtu, tha, ke qenë djallin dërgjeqën, tha, do të gjeja dhe i nusë, tha, mirë taj, por në bashkë këthe. Edhe qoj që tokë belike këtu. Belike. Do të bëj një shpi, tha, i bërë një shpi këtu, në anë Gjanicës. Do të bëjnë 2 dhoma një koridor, tha, me pagja, se shpit për para bëshim me pagja, bëshim me shtylla, me qoromi dhe pa tavan. Pagjaja ishte për të ndezë, për të dalë tymi. Sepse nuk lejoj o gjaku, nuk lejoj beu. Ishte pasuniku, thoshe, o gjak, s'ka pa i beri një atë pagjan, ndiste zjarën mes të shpis, se këshu e ndizim neve në muzike. Edhe dilte tymi, ju futi në mbrostar, të koqit e vlaj edhe jo, gjyshja nuk e kishte babani, kishte vdeku. Ta shikojmë her djalin dhana, ose është në një shupo, të ti ka punuar e mburë, po ta shikojmë si paraqitje. E pana ata atije, e pëlqyën. Miri, thë. Po qysh pa shpi, do t'i bëj një shpi, thaj. Edhe do t'i jap pasuri. Do t'i jap një pëndqe, do t'i jap një pëndqe, do t'i jap një lop, 10 dele, 10 dhenë. Edhe randa kort këta, eri bari shpina i këtu. Në këtë trull ku jeni ju sot në Bishtanak. Këtu. Po, rrës Gjanicës të cilë... Rrës Gjanicës, sepse shpia juaj është pikërisht në krahun e majtë të Gjanicës. Në krahun e majtë të derdhjes Gjanicës. Pra, historia e juve, Çukallarëve, një nga fiset më të vjetra të Bishtanakës, është pikërisht nga Libofsha. Dhe gjyshi ka ardhur në 1870, pra na del profesor Maku që hani Bishtanakës është 1870-ës. Por tani duhet të gërmojmë se cili ka qenë pronari i tij. Miresh ishte ta dini, por dhe pronari i hanit Bishtanakës, unë mendoj, het hipotezën këtu në bisedë në shtëpinë e Xhallaqit, që ka qenë një banor vendës, sepse Bishtanaka ka qenë tokë belik, nuk ka qenë e vrionasve. Jo, ishte belik, jo. Pra ka qenë tokë e lirë, dhe në tokë belik kushdo mund të ndërtonte, natyrisht me lejen e autoriteteve shtetërore. Po fiset tjera të vjetra të Bishtanakës, Xhallaqi. Këtu njerë është bërë shpia jonë, gjyshit tonë, se tha shpia jonë. Gjyshit tuaj? Gjyshit tonë. Edhe kanaru tjerë, ka ardhur Rap Shkurti, mjeku i famshëm popullor, për cilin do të bëjmë fjalë pak më vonë edhe në mënyrë të veçantë. Shpije parë është bërë e gjyshit tonë këtu. E familjes tuaj Çukua. Edhe më vonë pasaja u hapën. Fisat e familje të tjera, derisa u plotësua. Derisa u plotësua, për Bishanak. Dhe ka marrë këtë fizionomi. Ka marrë këtë vend këtu Bishanak. Edhe bile, edhe shkolla, i thonë pedagogike, tash i thoshin shkolle e Bishanakës. Shkolla e Bishanakës, sepse lagja Liri nuk ka ekzistuar dhe... Jo, lagja Liri më falë, së dhe për muhabetin, është bërë më vonë, ka qenë Koçkopaqja, ta zili më tej,
Po nuk janë ata, ka Kopaqe, po janë të rinj. Janë pasardhës. Ka ngelur toponimi Arat e Kopaqes. Arat e Kopaqes, apo jo? Kopaqes, Që kështu ishte dëgjuar në atë Të cilat bënin pjesë në Bishtanak. Bishtanaka, lagja e sotme Liri, lindi mbi trullin e Bishtanakës. Dhe ne kemi një zhvendosje të Bishtanakës nga jugu, drejt veriut, ashtu siç bën fjalë edhe pak më parë në emisionin e sotëm. Dhe Jakov Xoxa i përmend tek libri i tij, siç e përmendëm dhe kur ishim para pak kohësh tek çezma e mbytit, që në Shënkoll, thotë, në kishën e Shënkollit, gratë e shpiragave u takuan me gratë e çukallarëve dhe të papuçinjve, i nxjerr dhe këto dy familje dhe fisë të vjetra të qytetit tonë. Dhe deri tashtineve duhet ta falenderojmë kontributin e Xoxës, sepse është një faqe e dëshmisë historike të qytetit tonë. Sigurisht, duke qenë pjesë e Myzekjes, afërsisht edhe Libosha, kuptohet edhe këtu, do doja diçka për traditat e mikpritjes, të fejesave, të martesave, të këngëve, të vogëlisë të djepit që i themi neve. Çfarë kishte të veçantë, se si jetonte ky popull, përveç se bënte punën, punonte arën, nxirrte grurin, mistrin, hante bukën. Cila ishte jeta shpirtërore? Këtu, në Bishanak, si tu është koha atere, ishte një mirë pritje, shumë dashuri, respekt për njëri tjetrin. Fijo është, tjetër vinde e oronte. I thoshte tjetër byrë, kishte, s'kishte, ishte është me të që kishte. Në shtëpi. Në shtëpi. Pritësh. Edhe rojtja ishte shumë e dobë, tonë ishte që. Ekonomia, lagshtira. Kishte lagshtira. Se nuk ishte kanalizimi për para. Nuk ishte këtë nivel urbanizimi si që është sot. Ashtu. Ishin rrugët balë. Ama, kur vinte puna, që i themi java e dasmës, ndrinte shtëpia, zhurma, ardhe mysafirëve. Kur fillon dhe dasma për para, vinë që një javët neve, prinët tanë, ose gjyshtë tanë, ka dasë filani preu ditën, qunit, ose të qupës, 5 javë, 7 javë, se përicin te këto, jo qiftë. Edhe martoshin në moj shtator, detor. Në vjesht, kur mblidheshin prodhimet bujësore dhe mbaronin punën destinës, mbaronin sepse vetë ekonomia e Myzekjes Xhallaqi mbështetet tek bujësia. Te bujësia, ajo ishte rajoni bujësor i vendit. Kryesore, bujësisë. Por edhe silte që vinte një mbi shpatula në Shelega, po jo. Vindi për para fshati që ishe diku këtu, mirë të një mështjerë, një viqë. Tica, mirë i shtjera, dele plak, ato që ishin ashtu. E vinde në kra, fuk, në cuk, edhe dilde i zoti shpis, o miserët, të rëshgo ato shte, djali, ose qupa. I thoshte miku a i që eri atje, dilte e priste, për që foshi, e mirë të Shelegum, dele që kështë pru, e qonde të tufa aty. Fillon dhe pasaj, se bëhesh dasme që javën këngët, edhe bëhesh 2 vakte, dark edhe drek. Dasma këngë. Dark edhe drek, 2 vakte? 2 vakte. Bëhesh të shtur me dark të gdhyre djel, edhe djel me drek. Bëhesh dreka. Gatimet Xhallaqi si ishin? Gatimet bëheshin për shemull, ushmere, byrek, këto ishin, nuk ishin këto baklava. Gatime popullore? Popullore, nuk ishin si këto tashi. Edhe vera po rakia përdore më shumë? Përdore është rakia. Rakia.
Rakia. Po, kur niste kënga, për shembull, mbaset kujtohet në një këngë e saj kohe për dasmë. Ishin në dasmë të bëjmë janqenive. Janë që brumët me mjaltë e me qumësht. Ditën e njëte? Ditën e ende. Mblidhë shqati, edhe do vemi të filani, përse më se ka dasëm atjet, ka janqe. Në lishi, edhe ndizim një zjarë për jashtë në shesh, miri mjellë, Gratë bënin brumin, apo? brumin, qojet e psin atje, vinjë një shami në kokë të barë edhe gatonjë. Zi një gratë këngë për para. Janë që brum. E ku du i thoj salafe, marojnë ato fillojnë burrat. Kthesht la fjell. Edhe miri vale, dyshe zi thoshim neve. Të para. Dyshe famë shme muzikare. Bile, për kënaqësi të teleshikuesit, ne këtu mund të ndërpresim, të japim një valle dyshe muzikare, sepse edhe ne vetë kur ta shikojmë në ekran atë, do të krijojmë emocionet tona. Për të krijuar edhe i përfytyrime të saktë. Më të qartë. Kjo është një valle e hedhur si tush në këto vite, por është vërtet një valle mirëzeqare dhe nuk e di se sa xhallaqi tash e ka hequr këngën apo vallen. Jo, për këngë kundoja po valle jo. Valle kam pasur Fredi se ishte në shtëpinë e kulturës edhe vazhdonte kishte qef me asamblin.
Jo, mund të kujtohet për shembull një këngë me zez, tash ka të pyesën o Xhallaxhi. Apo më thuaj një këngë si fillonte. Nuk është atë ta këndosh të gjithë. Ai fillonte këngën. Si e fillonte? Me ze për shembull. Me ze. Ja bënda atje. Ma një vesh ata atje. Ku do dalin? Ku do dalin që? Qa këngën do zeri që? E bite këngën ja bënda për. Ju në dëmore o t'ja the. Ma një vesh atje. Rinde ti të hidhe ti, thoshe, se ti vetëm pas këti avazit. Dhe e meni nështruar më duke kacmor me një nështruar. Atë lumë të gojë, thoshe që si e ka marrë, ju thoshe ta marri mje. Edhe mi të këngë, unë t'ja themi ju të më bani, shoka jamani. Vardje. Edhe piva raki shumë, pi raki meni, piva një gjysmë filxani. Ta vazhdojmë me këngë që Po, ta vazhdojmë, shumë interesante. Ne do të kthehemi në ato vite. Edhe e thoshe, mi dhe këngë unë t'ja them me ju të më bani shoka jaman, edhe kam pi raki. Raki Perimani. Kam pirë, thoshe me jo shaka more watja theme, edhe ju vetë ma amania shaka moreja o jamane lele që more o i pire ada gjysmë Atëre ka qenë një këngëtar i madh në Fierë që mbahet mend edhe sot e kësaj dite, Kiu Poro, janë gjetur 7 këngë. Edhe besoj se Kiu Poro ka rënë veshin tënd edhe ka kënduar tek, në mos gabojmë, jo te Hani Bishtanakës, se nuk e di në atë kohë, por tek Hani tjetër. Aty mblidheshin edhe këndonin. Edhe prandaj mu kujtohet pak më parë që Hani ishte edhe burim, si thuash, kulture artistik me i fjalë. Po patjetër, Xhallaxhi e përmendi edhe në fillim të bisedës që mblidheshin pazarakët në mbrëmje dhe prisnin ditën e pazarit të nesërme dhe do të këndonin, sepse nuk ishte as programe televizive. Po. S'kishte atëre as. Si do të shtyje i mbrëmja? Qa bësh? Dhe ata talentet e tyre kështu i zbulonin. Tashti, me që përmende një nga themelusit e parë, krahas gjyshit, nuk në thejemi në gjyshit, Uan Çukos, ka qenë edhe familje e shkurtëve, përmende Rap Shkurtin. Çfarë kujtimesh ruhen në Bishtanak, sepse për atë u vu dhe një rrugë emri këtu te ju, kuptohet është një figurë e shquar e traditës, një mjek i jashtëzakonshëm popullor që bënte çuditëra siç kishim dëgjuar. Po dhe njëri shumë human, dhe njëri shumë human, dhe njëri i përkushtuar që në kushtet e kohës kur jetoi Rap Shkurti, i smori mund t'ishe me 10 kilometra larg dhe kushtet e transportit nuk ishin si të sotmet dhe ai nuk përtonte dhe në mes të natës ngrihej dhe shkonte ku kishte nevojë pacienti. Nuk e di, a e ruan për fytyrim në kujtes, e ke arritur? Rapin bile kemi bërë edhe misi, kur martoshin tëri bësh bura zerlek. Nuk se gjajgjaj ti me rapi, me i qup i ka vdekur atje, e bëri bi i këta, nusën e gjajgjaj tim të lipit, edhe rryjim dilin. Ishim të vejil, neve, po rrugën e kemi pasur në Anxhanicës, s'kishte rrugë tu. Në Anxhanicës. Tjetër e Bishtanakës ka qenë në anë të Gjanicës. Në Anxhanicës. Edhe vijim rapi, ka qenë njëri punëtor, edhe njëri i papërtuar. Kishte zanatin mirë të gjak. Në gju. Në gju. Mirë të në bau.
Vinjë shumë njerëz të ka. Ishte njeri pa përtuar. Të hante qeni tërbuar. Kishte qenë tërbuar për para. Miri vesh të rapi, një të vatu të rapi, i mirë të gjak, shpëtonte ai person. Biles dhe arkeologun francez Leon Rein, kur e kapshoi në përka që në gjatë gërmimeve në Apoloni, rap shkurti e shpëtoi. Ti Xhallaqi përmende rap shkurtin, por me që dihet në opinionin qytetar të Fierit, i biri Kost Shkurti gjithashtu trashëgoi Zanatin e babait. Zanatin, atë prirje të madhe që kishte rap shkurti. Mund na flisni diçka? Po, rap shkurti, pa them që ishte zanatçi edhe mori rap atë Kosta, po Kosta ishte edhe qeflise, ishte edhe me qef zanati. Ishte edhe me qef, ju fut zanatit. E ndihmonte baban, i mirte pinca i themin, i ato që hapet, që vite pambuku kur i mirte gjaku në në ballë ose në gjuk. Edhe i thoshte e këtije që bire atë pincën e mirte, e bënda atje, e bënda qik me ilaç, edhe i thoshe me shëndet e hate mos u mejno me. Mos u mejno me tash. Edhe parulla, edhe urimi i zanatit, me shëndet e hate dhe mos u mendo me, edhe psikoterapia që quhet sot. Mos e mba më mendjen atje, thoshe, se mendje kur e ke, atje thoshe dëmton trupin. Jo adhe. Edhe ikte. Vite do gjeri, kishte një halë, thyri e kënë, se mirësh edhe me këtoj. Do të lëmbroj nga daullë, si ku ishte, ikte. Po këtu ka pasur balë, qizme s'kishte, qizme. Njëtë përveshë i bëndë panalona, ne i mbajnë panalona kilota, i thoshin, me hapsir këte, edhe ikte, me atë person që i kishin dërguar të rapi këtu. A i për para që pas vinde... Atë e birë kështu? Me atë korjerit që i kishin dërguar, se nuk ishte mundësi si ta binde atë smurin. Se i kishin zënë të verdhëza, binde të verdhës për para. Edhe zverdhës njeri u nga fityra. Që s'kishte mjekësi atëhere? Nuk ishte. Vinde shikon dhe që hape, thoshe gojnë, hape, nëzite gjuhën. Kështu, kishte këtu damari. Dhe i priste aty. Kishte atje një të prejke bëndej, kishte një formë brisku me maj të hollë, brisku të hollë. Fape priste atë, e lyën dhe qikë me jodja, nuk e di s'qa kishte atë. Këtë histori, unë e kam dëgjuar dhe nga indjeri doktor Rahim Kollundra, që të regonte për Ali Ajlushanin. Ish ministrin e... Po, dikush në shëmëtësis. I cili, kur u sëmur nga Verdza, një mjek popullor, kështu e kuroi, dhe indjeri doktor Rahim i thoshte që nxori një legen me gjak të... Gjak e vrer. Edhe nëzide atë, edhe që bëri Kosta, vazhdojnë dhe Kosta pastaj. Kosta, vazhdoj Kosta. Gjithë djenë atë e mori zanatin. Kosta, kur u këthyja, më vonë që u shlirua, iku partizan. Kosta. Iku partizan edhe vazhdojnë dhe rapi. Kishte një vend të rapi ati, kishte një kus. I moshuar tash. I moshuar. I moshuar rapi. Rapi që vjetër, Kosta i biri tije. Pas lufte, lufte, sepse rapi ishte në periudën midis dy luftrave botërore. Ndërsa pas luftës, pastaj vazhdoi Kosta, duke krijuar një emër të nderuar, jo vetëm si mjek, por dhe si familje të shkurtallarëve të Bishtanakës. Atëherë me të drejtë edhe Këshilli i Bashkisë, qytetit Fierit, e përjetësoj pikërisht emrin e rap shkurtit me anë të rrugës këtu në Bishtanak. Edhe ne në njëkohësisht u bëjmë homazh të gjithë këtyre njerëzve të shquar të qytetit Fierit, për aq sa kanë dhënë, dhe do të thoshe që i drejtojmë teleshikuesit se të gjithë këto që ne bisedojmë bashkërisht,
bëjmë për të mos harruar historinë e të parëve, traditat, folklorin, këngët, vallet, këngët e djepit, këngët e dasmave, të dashurisë, sepse janë vërtet një thesar, edhe ne jo më kot pak më parë u përpoqëm, unë sidomos bashkë me Ilirin, të ndihmonim në këngë, se ne nuk jemi të këngës popullore. Unë brez jemi rritur me këngën. Po se vazhdove edhe zëri, trashet edhe goja nuk ashtu vazhdon. Se vjen vetë u mosha. Po Kosta e ka vazhduar edhe kur ishte në punë, aty mbas lirimi nuk të ligjej këto. Nuk lejoj me ligj, po ai vazhdoi misionin human, nuk e vazhdoi, keni shumë drejt xhallaçi, e vazhdoi misionin human dhe në shtëpi, ndoshta edhe fshehurazi. Bënde edhe fshehra, se themi atë ndeshme, ka qenë një burr i lartë edhe kishte respekt gjithë njerëzit, jo neve si fshat këtu si lagje, po edhe njerëzit që e njëri vinin edhe i punonte me shehu. Biri dhe një babaj që ka një emër të madhe vërtet. Se ishte një trandit që ai ka punuar rapshkurti, jo se unë s'kam të bëj në të situashin plak, ishte punëtor. I zanaçi që mbajnë tërë bota në gojë, edhe vinjit e ka i ndash të hande në parka qarë, përse kishte gjerë prej shumë për para. Vindet e rapi, fap rapi, një të marrë bënde me ilaç, po tregonte sukur ai kishte marrë një gjarpu, e kishte futur shishe, kishte futur dica ato të tijat ai kishte, edhe një të bërë me të edhe se gjende gjë. Shërohesh. Antidoda. A ishte një sekret, një fshet që ai e mori me vete dhe e mori edhe i biri që nuk jeton më, ne u bëjmë homazh të dyve, atit dhe birit, domethënë Kostës. Por duhet të them që për të dy mjekët e familjes Shkurti, ka shkruar në librin e tij mjeku Todi Prifti për mjekësinë popullore, në një libër që e kemi prezantuar vitën parë në bibliotekën e Fierit, dhe ku iniciatori ishte i ndjeri profesor Kristaq Shtëmbari. Dhe tek libri i figurat shqyura të rrethit Fier është pasqyruar kjo veprimtari e familjes Shkurti. Atëherë mendoj që bashkë bisedojmë në mënyrë të kënaqshme dhe të mjaftueshme. Unë do të doja që xhallaçi të jepte një mesazh përmes objektivit kamerës son të gjithë të moshorëve, ata që mbartin atë eksperiencën e traditave popullore, për të rinjt. Çfarë do të thoshe të rinjt që neve janë duke na ndjekur në këtë çast? Të rinjt do të them këtë që këta të rinjit se kanë të bërë shkollën, u duke se kush e di si kanë jetuar, nuk kanë ditur. Po atëre ishte koha që nuk ishte zhvillim këtu, në Myzeqen, se ishte balë njës pa shkollishin dhe vojnje. Po që qo nuk duhet harruar, pse se kemi vojtu neve edhe këta kanë që punojnë, edhe mos a vazhdojnë duhet mbajtur që tradita e vjetër, që si kanë jetuar brezet e përparshëm. Se po mos kujtosh këto, ngel një gjë ashtu që nuk ka qenë gjë, si tu është i bota, si që të regoj këta, mund të prallisi, thot, mund të bëj, po unë them realen se jam prezent ti këstaja jetës jam i vitit 1935. Ditëlindja juaj. Ditëlindja ime. Edhe mbaj mend edhe emisioni jon këtë qëllim ka, të transmetoj vlerat e të kaluarës tek brezi i ri dhe tek brezat që do të sepse kemi duke mbyllur, unë po drejtojmë teleshikuesit. Neve sot me kamerën tonë, faleminderit, bashkarisht me Koritën, operatorin tonë, kërkuam në Përbishtanak shtëpi të vjetra, nuk gjetëm, sikur të menim edhe kuptimin një shtëpi muzeale, sepse
siç e pat edhe do t'i shikonin përmes kamerës son, Bishtanaka është një lagje vërtet periferike, por moderne qytetit Fierit, prapa shpinës, ja ku kam rrugën e gjerë, të asfaltuar, të ndriçuar, sikur të jetë një rrugë kryesore e qytetit Fierit, edhe natyrisht kjo është dëshmi e ndryshimeve të mëdha që po pëson vendi ynë, edhe ne jemi të pranishëm, po i bashkë shoqërojmë. Kontributi është dhe i njerëzve punëtor dhe ambicioz të Bishtanakës. Po, që japin qofte edhe kjo familje ku ne ndodhemi momentalisht, qofte edhe me 10 familje, ndoshta të ardhura edhe nga viset e tjera, por kështu janë ligjet e urbanizimit, por realisht ato që kanë vlera burimore ne i gjejmë këtu. Siç bisedojmë me Xhallaqin, të këngës, të vallës, të traditave, të figurës së madhe që kanë nxjerrë ky fshat i dikurshëm, por sot një lagje e moderne të thoshëm të qytetit Fierit. Po t'i kthehemi të kaluarës së largët, kur ti ke qenë gati fëmijë, si e mban mend Bishtanakën? Bishtanakën e mbaj mend nga fshati që isha unë, e mbaj mend më fshat më i pastër, i qytetëruar, ndërsa atje ku kam lindur unë jam rritur, balt dhe ujë, zbathur, si fëmijë. Je rritur ku? Në Metalli. Rritur me shumë fukarallëk, edhe me shumë posaçillëk nga koha që ishte. Edhe për përmbytjes që ishte atje në fshati dhe atje, ishin këto gjëra, dhe si fëmijë që ishim ne dhe të rritrit. Kur erdha këtu te Llaqi, ishte më qytetëruar fshati, po si thash parë për ato shtëpitë që kështu. Aty me puna me kështu, bëm këto shtëpi të tjera, sa erdhi koha me zhvillime, me kështu të gjitha, që rritëm një në këtë ditë sot. Po mirë, ajo jeta e herë, atëherë, qoftë në Metalli, qoftë edhe kur erdhe në Bishtanak, kishte gëzimet e saj, sado që ti ishte e varfër? Kishte edhe ju kujtojnë sot më shumë si atëhere. Them, atë ishem dhe njëherë atjen, se si beshin ato dasma, se si beshin ato gëzime, e si beshin ato punë, sot nuk karen. Edhe kur edhe këtë të Llaqi, prapë, po ashtu ishte. Edhe në punë, kishte tjera kolektivi atje si sot. Sot në shpije, kurse kishte tjera gëzime në kolektive, në tjera gëzime ishin. Po, kur erdhe për të parë, nuse re në Bishtanak, si e gjete këtë Bishtanakën? Bishtanaka ishte e varfër, e varfër, me shtëpi të ulta, e me balte, me një shtëpi këtu e një shtëpi atje, nëse ishte Bishtanaka që ashtu. Shumë e varfër ishte. Edhe përsëri unë po dalë t'i ka i mendimi, jeta kishte gëzimet e saj? Kishte gëzime, i kujtojmë edhe sot nëve. Ishim në sevish, shkonjëm dasëm, shkonjëm në prugjerat. Kishte gëzimet e saj. Po, kur lindën në fëmijët, vajza është e para? Vajza e para. Çfarë bëri Llaqi nga gëzimi, kur lindë fëmija e parë? Gëzimi s'erdhi fare atje. S'erdhi fare se shu ishte kishte turp, të vinte në maternitet, mba 2-3 ditë erdhi. Po erdhi për djalin erdhi? Për djalin erdhi, pastaj. Për djalin erdhi. Mirë, atëherë e përfitojmë me të hishëm, të këngës, të vallës. Po, ato i kemi patur, një gjatë beshim do këndonjëm. Llaqi e une. Po. Të falemderit atë. Ka gjë falemderit dhe juve.